Emri i Zotit Perëndis të universit, nuk duhet të përdoret vend e pavend. Në Bibël shkrimi i thotë: mos thoni të tjerëve atë, sepse vetëm një është Ati juaj, Ati që në qiell, Krijuesi. Kjo ka një lidhje me mos përdorimin e vend të pavend fjalës Perëndi. Kur ai thotë, kur shkrimi thotë, mos i thoni askujt atë, kjo do të thotë që mos e përdorni as për një njeri fjalën atë, i tatë ose i matë. Pra kjo është lidhja midis shkrimit dhe mos përdorimit vend e pavend të fjalës Perëndi, Atë Krijues. Amen.